Ramadan Nishori, i mbjetuar i dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë, është bërë frymëzim për të tjerët që të tregojnë atë që kanë përjetuar e që tash po kërkojnë ndihmë. Nishori, pjesë e panelit drejt drejtësisë, forca dhe historitë të mbjetuarve në kuadër të forumit ndërkombëtar për gratë, paqen dhe sigurinë, tha se nga paraqitja e tij publike edhe 4 të mbjetuar të tjerë janë lajmëruar. Bëri thirrje që të gjithë të mbjetuarit e dhunës seksuale të mos hezitojnë e t'ju drejtohen organizatave kompetente për të kërkuar ndihmë. Unë ju bëj thirrje apet, çdo i mbjetuni. Nuk i tham se më njëherë më i tregu familjes, po mas pori ena në për organizata, kërkoni ndihmë me psikolog edhe keni me te kalu. Edhe me bon kryesurja është me bon padi kundër krimit që në ka ndodhur. Vetë rrugtimin e tij, Nishori e përshkroi si të vështirë, por tha se gjithçka ka ndryshuar pasi është adresuar Qendrës Kosovare për rehabilitimin e të mbjetuarve të torturës. Derisa forcën më të madhe, tha se e ka gjetur kur përjetimin e ka ndarë me gruan. Besa i kisha gjysë notës për shpije, dilësha, kohësha, qëfrimësha dhe u këthesha për sëri. Edhe, kur i kom të regu bashkërtes, mu hjek e heka edhe një borë bukur të tronë për vetit. Se nuk isha tash nevoj me dalë notën me ikë për shpijës me kojtë më qëfrimi. Po, i qoj shumë tash hollët bashkë me bashkëshorten. Historinë e saj si e mbjetuar e dhunës seksuale nga lufta në Ukrainë e ndau Alisa Kovalenko. Sfidë për të mbjetuarit, sipas saj, është mungesa e drejtësisë. Në muajt e kaluar kemi parë këtë cirkun me marrëveshjen për paqe dhe nuk përmendet drejtësia aty. Dhe pa drejtësi po e legalizojmë këtë problem dhe po e lejojmë që të shpërndahet. E ukrainasve, por edhe popujve të tjerë që janë përballur apo janë ende duke u ballafaquar me luftën, do t'ju shërbej përvoja e Kosovës e të mbjetuarve të saj. Sipas drejtoreshës së QKRMT-s Feride Rushiti, intervenimi në kohë është i domosdoshëm, pasi trauma bartet në përbreza. Natyra e këtij krimi ushtrohet në prezencë të familjarëve. Edhe fakti kur familjarët nuk kanë arrit me shpëtu, apo edhe kur kanë reagu, kanë humb jetën, jenë ndërshku, kanë qëndru si dëshmitar, flet qartë që trauma është prezent me gjitha pasojat e mundshme edhe të anëtarët e familjes. Paneli për të mbjetuarit ishte në mesin e 11 diskutimeve të tjera që u zhvilluan në kuadër të forumit. Punimet e tij që nisën në një ditë më parë u përmbyllën pasditën e së martës.